Do me thënë që të uli tempin e kësaj pjese do t'ja delegoj këtyre të rive që thote unë s'di gjë se jam i ri, si puna ti që i vajtër e nes nuk kanë firmos akoma, ose këtyre tjeve ekspertve që të bëjnë, më thënë, të kthehen, ta kthejnë, ti e pyet për çfarë po ndodh me Kajën sot, ai do të pyeti çka ka ndodhur me diçka tjetër dje. Pra do bën një vorbull boshe, por në shumë të rasteve Rama në këtë rast nuk paraqitet, nuk ka për vetë. Do të thënë ka braktisme për si institucion, dhe quhen institucion vartës, pra më shumë rëndësi kushton kopshti të Edenit që ka brenda se sa këto tjerë. Dhe ju keni parë në shumicën e ligjeve, unë them që ta na hapisin, si shoku toni që tha da bën gjelbër, ai edhe unë i thash që ore, po të bëjë një kërkesë për të marrë një fotovoltaik. E marrë dot po qysh që ka kjo Shqipëria kaq pasqyrë që ju po bëni këtë teknologji gjelbër. Pra këtu, po nuk që miku Ramës, po nuk pate lek kokaine, po nuk që gangster që të marrësh peng me të bësh diçka, këtu nuk e shans me marrë asgjë. Ose po për shembull edhe këto pjesët që janë arrestuar konkurrencat e pjesa e atyre që ndodhi dje me këto call center-at, se pjesën tjetër pastaj di mirë ti se çfarë. Jo, po kam përshtypjen se armatimi i Shqipërisë është çik më rëndësishme se call center-at, e megjithatë armatimi, këta do ta lënë Shqipëri me push truri, domethënë te kjo pjesë, ta nuk ka problem. Ideja është që këta të forcojnë shokët dhe miqtë e tyre, ata që i kanë sjellë dhe që i kanë sponsorizuar ardhmën e tyre nga Parisi dikur, e tjerë më radhë, kjo është gjithë historia e Shqipërisë. Më thënë, ti kur gjën njerëz që thonë, qa ka këtu të kemi dhënë me votë, kemi parë njerëzit që flasin në për, ose ato që ngrihen në mëngjes dhe thonë atë që është për të thënë në një debat, çohet dikush atje dhe kundërshton ballën, vetë pastaj këta lëpjes që ndodhi edhe në Divjak dhe më vonë dele thotë kërkoj falje publike, se mori atë që deshi, apo ngriti, apo të thotë që qeveria të vënë në shpatllë mas murit, ose të çon 200 zagar në mrapa që ti të kthehesh nga, domethënë mos punojmë më busulla orientimit. Ky është problem shumë i madh, domethënë njerëzit kur ta kuptojnë këtë pjesë ose shumica e ka kuptuar dhe ka kap heshtje pjesë intelektuale, prandaj është ajo pjesë që po largohet sepse nuk e çan dot të murin. Rama është bërë i frikshëm për pjesën po, dakor se edhe pushka drurit durohet për aq kohë sa na mbron NATO, po nëse Rama dhe Roni lidhin kontrata në Amerikë ku premton që do e bëjmë për një vend të NATO-s shërbimin, ne cënojmë edhe NATO-n këtu. Tash nëse na nxjerrë Rama nga NATO, çfarë do bëjmë pastaj se mbase inshallah të parët që na pushtojnë janë Kosova, po më duket se kanë me urgjencë. Rama mjafton të ruaj karrikën e vet, pastaj për të tjera të lëshon ç'të dush ti. Ore Rama mori zgjedhje duke dhënë 100.000 lekë gjithë pensionistëve me lekë të buxhetit shtetit. Çfarë bëri? Penë i gjeti në institucion që ka për detyrë të ndërhyj, të shpak një gjet ndërhyj te kjo pjesë. Pas tha lekë të buxhetit, rreth lekë të buxhetit, ndante me legalizimet për ditët e arrestuar në drejtora SHK që ndante në mes apo vetë Rama që ndante gjatë procesi legalizimit para zgjedhjeve, arrestuan njëri nga këta. Çfarë është kjo që vetë institucionet ndante çevikata gjithë komunistëve, gjithë ballistëve, asnjë. Po si ka mundësi kjo pjesë? Kjo është situata shqiptare dramatike burse. Ai nuk ka një blok që ta thresë dikush thotë ka treqi dhe mballën e syrit. Atë shikosh ti pastaj bën Rama më kështu përgjigjet apo jo? Këtë sa njerëz që dalin sa burra që nuk dalin vdetin për naftat i dalin 3 veta. Ai do ta çojë 3.000 lekë naftën. Si puna atyre rojeve që shto rojet e ure kam thënë në parlament, më falje e kush e di që shto rojet e për tjera s'ka asnjë problem shqiptar. Dhe kjo është një mllef i thuar, po drejta apo ka më nerv në këtë vend apo s'ka nerv. Dako ka shumë frikë, po ne kemi provuar frikën 50 vjet para 90-s. Akoma do kthehemi te ajo pjesë? Semi Korreshi, faleminderit për kohën. Faleminderit. Respekt. Edhe të lutem para se të ikësh, kemi një sekond. Po, kemi. Mund ta thrasësh pak Toni Gogun, të lutem? Toni do të paguaj lekë të reklamës, mua Flavio. Po Toni bie lekë të reklamës. Atë ke ndarë rrogën e ministrit për gjysmë se ministri bëri burrë këtu. Dakor, të përshëndesim Korreshin, e kalojmë në shkëputje publicitare pa humbur kohë. Vërtet kemi Ramazan. Vërtet kemi Ashure dhe Nuse Pashk, por reklamat I kemi bashk. Rikthehemi pas pak.